plot 60 vite që kur ullëm për herë të fundit në bankat e shkollës si maturant të rinj, me ëndra, plane dhe një jetë të tërë përpara. Sot, ish maturantët e vitit 1966 u rikthien sërish bashk për të kujtuar një nga periudhat më të bukura të jetës së tyre. Në një atmosferë të ngrohtë dhe plot emocione, ata u mblodhën për të festuar 60 vjetorin e maturës, duke ndarë kujtime, histori dhe momente që koha nuk ka mundur t'i zbeh. Takimi u shndrua në një fest miqësie dhe respekti për një brez që kontriboi për dekada në zhvillimin e vendit në fusha të ndryshme të jetës, mes buzëqeshjeve, përqafimeve dhe fotografive të ruajtura ndër vite. Pjesëmarrësit rikthyen në kujtesë ditët e gjimnazit, mësuesit që lanë gjurmë në formimin e tyre dhe shokët e klasës që sot mungojnë, por mbeten pjesë e pandar e historisë së këtij brezi. Në aktivitet nuk munguan as homazhet simbolike për ata që nuk jetojnë më. Një minutë heshtje u mbajt në nderim të ish shokëve dhe pedagogëve, duke e kthyer këtë takim në një moment të reflektimi dhe mirënjohjeje. Për të festuar 60 vjetorin e mbarimit të shkollës tonë të dashur Politehnikumit Shtatëndor. Ne që sot jemi të thinjur, bërë gjyshër dhe sërgjyshër, kemi qenë fëmijë ku hymë në duart e kësaj shkolle, e cila na edukoi dhe na hapi rrugët e jetës në fushën e mekanikës. Me këtë rast, me kujtim, them që për nder të profesorëve tanë të nderuar që na hapën dyert e jetës dhe shokëve që na kanë lënë, themi të bëjmë një minutë heshtje. Ja, bravo. Për ish maturantët e vitit 1966, ky përvjetor nuk ishte thjesht një fest, ishte një dëshmi se miqësitë e krijuara në rini i rezistojnë kohës dhe se kujtimet e shkollës mbetën të gjalla edhe pas 6 dekadash. Ngeli si traditë që të takohemi her pas here. Ne të klasës 4C e kemi pasur çik më të zhvilluar këtë problem. Dhe jemi mbledhur për her pas here duke filluar që nga viti 88 në 22 vjetorin e mbarimit të shkollës dhe në vazhdimsi jemi mbledhur dhe kemi shëtitur pothuajse tërë Shqipërinë. Duke filluar në Shkodër Arasim Jusufit, te Korça e Gatjo Blushit, në Elbasan, në Fier, në Vlorë, në Tiranë, në Shëngjeri. Kemi qenë e kemi parë njëri tjetrin. E mira jonë ka qenë që ne kemi mbajtur lidhjet me njëri tjetrin. Duke mbajtur lidhjet, kujtojmë atë kohë të bukur të rinisë, të hershme që neve kaluam në bankat e kësaj shkolle. Ju uroj të tërëve shëndet dhe pleqëri të bardhë. 60 vite më pas, ata vazhdojnë të jenë po ajo klasë që dikur ndante të njëjtat banka, të njëjtat ëndra dhe të njëjtën dëshirë për t'u rikthyer sërish bashk.